Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku çudit botën, gështenjat shërojnë në këto sëmundje, ja mosha që duhet i konsumojë urgjent. Gështenjat mund të duken si një arror i përditshëm, por kanë një numër të lartë të përfitimeve shëndetësore, duke përfshirë aftësinë e tyre për të përmirësuar shëndetin e tretjes, për të forcuar kockat, për të menaxhuar luhatjet e sheqerit, për të mbajtur shëndetin kardiovaskular dhe për të rritur sistemin imunitar dhe për të ulur presionin e gjakut. Gështenjat gjithashtu parandalojnë një sër problemesh kronike. Sipas Healthyside, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i përditshëm i këtij fruti. Janë të mira në parandalimin e luhatjeve të sheqerit. Shumë njerëz nuk janë në dieni për rolin e rëndësishëm që mund të luajë në fibra dietike në rregullimin dhe parandalimin dhe menaxhimin e diabetit. Ushqimet që janë të larta në fibra dietike si gështenjat konsiderohen të shëndetshme. Ato vijnë në ndihmë edhe për sëmundjet diabetike dhe shpesh janë në një pararendës për zhvillimin e diabetit, duke parandaluar edhe përhapjen e tij. Gështenjat forcojnë imunitetin. Përqendrimi i lartë i vitaminës C dhe për elementet e tjera antioksidues te gështenja i bën ato ideale për sistemin tuaj imunitar. Vitamina C jo vetëm stimulon prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, por gjithashtu vepron si një antioksidant, duke larguar radikalet e lira brenda trupit dhe duke neutralizuar ato para se mund të shkaktojnë që qelizat e shëndetshme të ndryjnë ose në sistemin tretës oksidativ pranë organeve vitale. Kjo mund të ndihmojë sistemin imunitar në parandalimin e sëmundjeve. Përmirësojnë funksionet e trurit. Funksioni i trurit përmirësohet ndjeshëm përmes konsumit të gështenjave. Kjo pasi ato janë të pasura me vitamina të familjes B, të cilat janë të lidhura drejt për së drejti me zhvillimin dhe funksionin e duhur neurologjik. Për më tepër, kaliumi i gjetur te gështenjat mund të rrisë rrjedhjen e gjakut në tru dhe promovojnë shëndetin e mirë të sistemit nervor duke rritur përqendrimin dhe kujtesën. Gështenjat janë veçanërisht shumë të rëndësishme edhe për personat mbas të 50-tave, kur funksionet e trurit fillojnë të ulen gradualisht me kalimin e viteve. Ato do të jenë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për të ushtuar në dietën tuaj. Gështenjat janë një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve kronike, dhe përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv kundër radikaleve të lira. Sëmundjet kronike të gjitha llojeve shkaktohen nga çlirimi i radikaleve të lira, të cilat mund të shkaktojnë edhe ndryshime në qeliza duke çuar në stres oksidativ, një numër të lartë të sëmundjeve kronike, gjithashtu edhe probleme të rënda të imunitetit. Pa antioksidantët si ato që gjenden te gështenjat, trupi ynë do të luftojë betejë në shumë fronte, kështu që rritja e mbrojtjes me një grusht gështenja në ditë do t'i japë rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të trupit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Por nuk mbarojnë me kaq përfitimet që do të merrni nga konsumi i gështenjave. Gështenjat janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës dhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e tyre në këtë front. Shumë njerëz mendojnë se yndyrnat, të cilat gjenden edhe te gështenjat, në fakt nuk janë të mira, por trupi ynë ka shumë nevojë për yndyrat që të funksionojnë normalisht. Këto yndyrna omega 3 që gjenden te gështenjat kanë një përqendrim të lartë elementëve ushqyes dhe ndihmojnë gjithashtu në balancimin e kolesterolit, zvogëlimin e inflamacioneve në të gjithë trupin dhe gjithashtu ulin edhe rrezikun e krijimit të arteriosklerozës dhe mpiksjes së gjakut në trup. Kjo ul rrezikun tuaj edhe për goditje, sulm në zemër dhe sëmundje koronare të zemrës në një masë më të madhe, citon Healthyside. Gështenjat janë ndër më të mirat e sezonit, të pjekura ose të zjera. Aroma e tyre është e parezistueshme posaçërisht edhe në këto ditë të vjeshtës. Për të mësuar më shumë për vlerat dhe elementet ushqyes të tyre, ekspertët cilësojnë se ato duhet të konsumohen rregullisht, sidomos pas moshës 30 vjeçare ku edhe organizmi fillon të ndryshojë rrënjësisht. Një grusht me gështenja në ditë do të sjellë vlera për shëndetin, pasi ato janë të pasura me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme, të cilat do të bëjnë edhe ndryshimin në rrënjësor të dietës suaj. Gështenjat janë një burim i përsosur i vitaminës C, i kalciumit, gjithashtu edhe i fosforit.
Ato janë ideale kundër lodhjes dhe plogështisë. Gështenjat kanë pak yndyrë në krahasim me arrorët e tjerë dhe lëvore të fortë. Gjithashtu kanë një sështet që i bën edhe më të tretshme. Konsumi i gështenjave është fantastik për personat që ndjehen të lodhur dhe pa vullnet. Po ashtu gështenjat do të konsumohen edhe nga ata që dëshirojnë të forcojnë muskujt, nga personat anemik si dhe nga sportistët. Gështenjat e pjekura kanë vlera më të mëdha energjike, sasi më të madhe të proteinës, yndyrna, vitamina E edhe 2 përbërës me sasi të karbohidrateve. Gështenjat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Në 100 gram gështenja do të gjeni 67 mg vitaminë B, 27 mg kalcium, 2.3 mg hekur, 175 mg fosfor, 6.4 mg protein dhe 364 mg kalori. Gështenjat e pjekura janë popullore, sidomos në periudhën e vjeshtës dhe dimrit. Në shumicën e rasteve konsumohen të zjera por edhe të gatuara. Ato mund t'i konsumoni edhe në formën e miellit dhe gjithashtu, rezultatet që do t'i japin për shëndetin tuaj do t'a kthejnë atë në një nga frutat më të mirë të sezonit. Disa mund t'a pëlqejnë ato të pjekur dhe disa mund t'a pëlqejnë edhe të zjerë, ose mund t'a konsumojnë edhe në formën e bukës nëse i vuani gjithashtu nga gluteni. Ndryshe nga shumica e frutave të tjera, gështenjat përmbajnë pak protein ose yndyrna dhe ofrojnë krejtësisht edhe karbohidrate komplekse. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se i mungon lënda ushqyese thelbësore. Është gjithashtu plot me vitamina dhe minerale që janë të vlefshme për trupin tonë. Për këtë arsye do të rendisim në këtë video sipas healthy site përfitimet që do të merrni nga konsumi i këtij fruti. Përmbajnë fibra bimore, të cilat janë të rëndësishme edhe për tretjen. Vetëm 10 gështenja të pjekura plotësojnë 17% të sasive rekomanduar ditore deri në 25 deri në 30 gram, fal të cilave tretja normalizohet. Fibrat e gështenjave kontribojnë në uljen e niveleve të kolesterolit LDL dhe mbajtjen e një peshe optimale, e cila është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit që duhet të shikojnë çdo kalori që konsumojnë. Ato përmbajnë karbohidrate komplekse që treten ngadalë. Kur jeni të rritur, mos nguroni që të merrni gështenja. Kjo nuk do të shkaktojë rritje të sheqerit në gjak, por do të eliminojë mbajtjen e urinës dhe ngrënien e tepërt. Ndryshe nga bajamet dhe kikirikët, të cilat kryesisht përmbajnë proteina, gështenjat janë të pasur me karbohidrate komplekse. Trupi i treton ato ngadalë dhe ky frut vjeshtor konsiderohet një burim i qëndrueshëm i energjisë. Gështenjat përmbajnë vitaminën C, e cila është e nevojshme për imunitetin. Ndryshe nga të gjitha frutat e tjera, gështenjat përmbajnë vitaminën C, e cila njihet më së miri për forcimin e sistemit imunitar. Megjithatë, është gjithashtu i vlefshëm për shëndetin dhe enët e gjakut, forcimin e muskujve dhe kolagjenin në trup. Si një antioksidant, vitamina C gjithashtu mbron qelizat nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira dhe ndihmon në absorbimin dhe ruajtjen e ekurit. Ajo përmban bakër, i cili stimulon formimin e qelizave të kuqe të gjakut. Bakri, ashtu si vitamina C, pastron enët e gjakut, forcon nervat, sistemin imunitar dhe kockat, si dhe ndihmon në përthithjen e ekurit. Për të plotësuar 1/5 të nevojës ditore të trupit për lëndë ushqyese, mjafton që të hani 10 gështenja të pjekura. Dhe duke folur për enët e gjakut, duhet të përmendim edhe zemrën. Kur ne duhet të konsumojmë yndyrra të mira, acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6 nga gështenjat. Gështenjat përmbajnë kalium, i cili është i rëndësishëm gjithashtu edhe për presionin e gjakut. Gështenjat e pjekura përmbajnë më pak natrium, por janë të pasura me kalium, prandaj konsiderohen të dobishme për njerëzit me hipertension. Kjo ndihmon nga fakti se ka një efekt të theksuar diuretik dhe kontribon në eliminimin e lëngjeve të njerëzit që vuajnë nga mbajtja e ujit në trup. Gështenjat e pjekura treten më lehtë se ato të papjekura dhe përmbajnë vetëm pak kalori. Gështenjat e zjera përmbajnë 120 kalori për 100 gram dhe gështenjat e pjekura përmbajnë 190 kalori për 100 gram. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.